Sigurimi është investim i mendjes, jo vetëm i pasurisë. Dhe këto ku gjindem shikues dashur jam tek zyret qendrore. Një prej zyreve qendrore të kompanisë të sigurimeve dhe ROK. Padyshim afër meje kam pronarin e kësaj kompanie gjigante, i cili ka mbi 15 vite karrierë. Kështu që granit faleminderit që pranove me qenë pjesë e misionit. Është kënaqësia ime dhe faleminderit juve që keni ardhur. Po pajtohesh me atë pjesë që domosdoshmë sigurimi nuk është vetëm investim për punën e pasurisë, por edhe për paqen e mendjes. Gjithsesi, sepse pa qenë edhe vet i qetë, pa qenë edhe vet me ndjenja të sigurta për pronën tuaj, kjo mund të reflekton negativisht në jetën tuaj, në sjelljet tuaj, qoftë gjatë ditës, qoftë gjatë bërit biznes. Andaj është shumë e rëndësishme për secilin të mendojmë për pajisjet sigurta, kompanitë e cila investon në sigurinë tuaj për me qenë të sigurtë, mund të jetë rahat edhe të sigurtë. Se 15 vite e ceka ke karrierë në pjesën e menaxhimit të sigurimit. Çu ka ecë kjo periudhë dhe pse pikërisht me këtë gjë? Pyetje interesante. Janë mbi 15 vite përvoj në menaxhimin e kompanive të sigurimit. Unë kam kryer shkollat e menaxhimit, nuk kam kryer shkollat të sigurimit. Më pastaj pas shkollat të menaxhimit kam qenë tërkohën nëpër seminare të sigurimit, nëpër panajire të ndryshme, samite të sigurisë dhe në fund viteve të fundit kam pas fatin dhe mundësinë që të prezantoj në shumë samite dhe të flas për çështjet e sigurisë në Kosovë dhe Shqipëri. Por kur them çështjet e sigurisë, sepse edhe kjo është një fushë e gjerë, dua të ndalem në fushën e security, në sigurisë private të personave dhe rezidencave dhe bizneseve. Pse pikërisht këtë është më e lehtë apo është më e vështirë kjo pjesa e pronave private? Jo, vetëm fokusi ka qenë ashtu, domethënë që unë dua të specializoj dhe mos të ndërlidhem në shumë fusha të ndryshme, dhe në aspektin e security-t ne i ofrojmë shërbimet tona, të cilat janë monitorimi i sistemit të alarmit, monitorimi i kamerave, ofrojmë shërbime me roje smart, ofrojmë transport të parave të gatshme, mbrojtje të afërt, në sigurim të tubime publike dhe ofrojmë edhe shërbime të sigurisë kibernetike. Qysh do të afrohemi te kompania dhe ROK? Çdo person i cili është interesuar për ta siguruar pronën e tyre me kompaninë dhe ROK, mund të thirrë në numrin 048 236 236 në qendrën monitoruese, na kontakton përmes websajtit, përmes email adresës, apo edhe përmes agjentëve tanë që janë në terren, të cilët kujdesen dhe marrin shënime se sa senzor nevojitën për ta mbuluar objektin, çka janë nevojat e atij klienti për të ofruar një shërbim adekuat për atë pronë, sepse jo secila pronë e ka një sigurim një pako të njëjtë, por secila i ka nevojat e veta të cilat ne duhet t'ju përshtatemi. Te abonimi, mund të kemi domosdoshmë 1 vjet, 2 vjet, 10 vjet, 1 muaj? Abonimi mund të jetë edhe më i shkurt, por normalisht që kosto është shumë e lartë, ndërsa nëse është abonimi më i gjatë, atëherë kuptohet që dhe kostoja mujore apo abonime që po quhen jo, i monitorimit është më i lirë. Më i lirë. Garante pajisjet, në fakt, ti je distributor i kompanisë madhe Ajax. Po. Si ke arrit me qenë distributor? Sa është vështirë me qenë distributor për një kompani? Kompania Ajax është kompania më e mirënjohur, më e sigurt në botë për sistemet e sigurimit të objekteve të ndryshme me alarm dhe kamera. Sistemet e sigurisë të Ajaxit janë me siguri kibernetike dhe me siguri antisabotazh. Çto dyja kur përmend, çka do të thotë për shikuesin? Të sharoni. Mirë, keni ndëgjuar, besoj, 2 pyetje unë i bëj çdo herë, që a keni ndëgjuar që një objekt është thyr edhe nuk ka pas alarm, nuk është aktivizuar alarmi.
Po, në Kosovë, qysh ja. A keni ndëgju që u thy objekti bashkë në ato ditë kur klienti nuk e ka aktivizu alarme? Po, edhe këto a kom dëgju, përse edhe publiku ka dëgju. Këto dy pyetje tek ne nuk ekzistojnë. Arsyeja është sepse me kompaninë The Rock përmes pajisjeve Ajax që ne ofrojmë dhe mënyrës së konfigurimit që ne i bëjmë përmes teknikëve tonë, ne sigurohemi që këto dy raste të mos i ndodh asnjë qytetare të Kosovës. Çfarë pajisje ka The Rock? Pajisjet që ne i ofrojmë, ne jemi distributori i autorizuar siç e cekë edhe në fillim i kompanisë Ajax, dhe pajisjet që ne i kemi janë prej pajisjeve per detektor që detektojnë lëvizjen të cilat edhe ekzistojnë në treg, mirë po këto janë prapë me siguri kibernetike dhe me siguri antisabotazh, të cilat na mbrojnë ndaj bllokimeve të mundshme të frekuencave nëse dikush e përdor teknologji për të thyer objektet, dhe nëse dikush tenton, sepse ne i montojmë pajisjet pa tela, dhe nëse dikush tenton për të hyrë në pajisje për të menaxhuar vetë, atëherë është sistemi i cyber security, sigurisë kibernetike, e cila na mbron nga ajo, dhe çdo tentim na raportohet neve në softverin ton, por gjithsesi shkon edhe klientit në telefon. Pastaj janë sistemet me fotoverifikim, që përveç këtyre sigurisë e kanë edhe mundësinë e fotoverifikimit. Në këtë rast, nëse kemi një thyrje, atëherë senzorat tonë edhe bëjnë fotografimin në atë moment të vetëm, i bën 3 foto në formë të videos me rezolucion të mesëm apo të lartë, të cilën do që zgjedhim, dhe fotoja e parë për më pak se 9 sekonda arrin në qendrën tonë monitoruese dhe të klienti natyrisht që edhe ai mund të bëjë. Pra, një hajnë pesuje është, kur futet, normalisht vjen për 9 sekonda fotoja e tina. Të klienti dhe të... Për më pak se 9 sekonda, vjen fotoja e tyre në... Pra, s'ka ka i? është më vështirë. E kene veç jo? Për momentin e kemi vetëm ne, në distribuimin jemi si distributori autorizuar për Kosovë, që se çdo kompani e sigurimit mund të blej pajisjet përmes neve, apo çdo person i cili dëshiron me instalu sisteme Ajax mund të blej përmes kompanisë The Rock dhe ti instaloj të klientët e tyre. Çfarë kosto ka? Nëse dëshiroj ta kam The Rock kompaninë në firmë apo në prona private, në shtëpi më marrë? Pajisjet e Ajaxit unë i krahasoj, nëse më lejohet, me smartphone apo më saktë me iPhone. Arsyeja është varësisht sa dëshiron edhe klienti me investu, prej një iPhone 10 po e quaj deri me për momentin 16 Pro Max, është arsyeja e pajisjeve nëse do mi marrë pajisjet normale të lëvizjes, të hapjes të dyrve, apo po dëshiron edhe pajisjet me fotoverifikim. Gjithashtu është dhe mundësia për pajisjet me fotoverifikim të jashtme, të cilat kanë edhe një siguri shtesë që nuk lëshohen, nuk kemi alarme false, që do të thotë që kafshët apo shpezët nuk kanë mundësi apo fryma, apo qoftë edhe gjethet nëse lëvizin në kohën me frymë, nuk mund me aktivizu sistemin e alarmit, edhe ne kemi alarm vetëm atëherë ku kemi lëvizje të njerëzve apo të veturave që kanë hyrë në perimetrin tonë të sigurimit, e kjo e rrit kostën edhe mund të shkoj sa një iPhone 16 Pro Max që thash, apo me thonë me vlera, po thonë prej vlerës 500-600 euro deri në 2000-2500 euro mund të shkojnë pajisjet e sigurimit. Kuptohet varet edhe prej madhësisë së objektit dhe kërkesave të klientit. Po për sa sekunda ose minuta vjen një sigurim i kompanisë The Rock, nëse veç bëhet thyrja ose çka do të thotë? Varet prej objektit, varet prej afërsisë të patrullave në ato momente, por mund të them prej më pak se 1 minutë deri në 5 minuta maksimumi i intervenimit. Gjithashtu kompania jonë
për kundër ekipeve që i kemi në tërë Kosovën për intervenim me patrulla intervenuese, intervenime të shpejta. Ne kemi këtë muaj e kemi lansuar edhe një kampanjë me kompaninë e sigurimeve Sigal, e cila përmes të cilës ne në rast të thyrjes së objekteve do të bëjmë edhe kompenzimin e dameve deri në vlerë 20.000 euro për secilin rast, për një kosto shumë simbolike, po e quaj të monitorimit. Pra, nëse unë ju marr juve dhe më thejet një kompani, po më nej pjesa pronash private, edhe normalisht ke investim edhe 20.000 euro, po më nej dëm shpërblim për quaj ashtu se Kjo është në rast të damit, në rast të vjedhjes, më sakt me thyrje. Në atë rast, është thyj objekti, kemi ardhna, kemi stopu vjedhjen, apo nuk kemi arrit me stopu vjedhjen varësisht prej rastit të caktuar, ju keni të drejtën e kërkesës për kompenzim deri në vlerën 20.000 euro, për një kosto abonim, siç e quajtet ju, 20 euro në muaj. 20 euro në muaj. Plus të vëshoja. Pa të vëshës bën. Apo 23 euro e 60 cent. 60 cent. Rani, një prizë në dorë. Edhe ne si shqiptar, zakonisht, sa herë kemi shku, ose kemi prek prizën me largu diçka, na ka dridh. Çka ka të bëjë kjo pjesë e prizës? Kjo është pjesë e integrueshme në sistemin e alarmit, mund vendoset në prizën aktuale, është si një shtesë, mirë po prizën e bën smart, të menaxhueshme, të mençur, dhe menaxhon përmes telefonit e cila ndërlidhet me centralën e sistemit të alarmit. Mirë po përveç asaj veçorie të cilën ti mundesh me ndezë dhe me ndal një pajisje që e ke në atë shtek, po e quaj peglën e cila është më e famshme atë në Kosovë me rreziqet dhe e dim që realisht është e rrezikshme në tërë botën dhe kemi shumë shtëpi apo ndërtesa që janë djeg për shkak të një prize që ka qenë aktivizuar me pegull. Në këtë rast ne mund ta ndalim nëse nuk jemi të sigurt të ndalim tërësisht prizën dhe nuk kemi nevojë me hek prej rrymës pegullën apo çfarëdo pajisje tjetër. Përveç kësajna, kjo na mbron edhe prej tensionit të lartë, na mbron edhe prej voltazhës së lartë ose nëse një pajisje nxehet, për çfarëdo arsye, kjo e ndal edhe na lajmëron që u ndal për shkak të kësaj arsye, dhe na mundemi me u afru te pajisja me pa çka. Përveç kësajna janë edhe, kjo është shtesë, janë edhe pajisjet e Ajaxit të menaxhimit të prizave dhe të ndërpresave të dritave, të cilat janë tërësisht smart, ato janë të integrume, kanë edhe një dritë prapavi LED, janë tërësisht të menaxhueshme me një siguri shumë të lartë shëtëseka, me siguri antisabotazh dhe siguri kibernetike, njëjtë edhe prizat ndërpresat e dritave të cilat menaxhohen nga distanca, menaxhohen me afat kohor, menaxhohen me prekje, janë tërësisht touch, jo vetëm një pjesë, dhe përveç asajna edhe mund krejt të gjitha pajisjet ndërlidhëse të automatikës mund t'i bëjmë me skenare, për shembull kur ne aktivizojmë sistemin e alarmit, ndali këto priza, ndali një prizë saktume apo ndali të gjitha prizat, ose kur aktivizoj alarmin ndali të gjitha dritat apo ndezë një dritë të caktuar. Kemi mbi 50 skenare që mund t'i zhvillojmë brenda një centrale të sistemit të alarmit, që me qenë klienti sigurt edhe në aspektin e sigurisë në këtë rast, sepse menaxhohen disa pajisje të cilat janë të rrezikshme për sigurinë e saj. Më la vështirë në fakt për punën e pegullës, ndalet vetë pa e largu prej. Po, e ndal me aplikacion. Me aplikacion. E ndal me aplikacion. Pa e largu prej prizës. Pa e largu prej prizës. Sepse ne shqiptarët ja harrojmë shpesh herë. E harrojmë apo mendojmë që e kemi harruar. Edhe kjo një të lashe. Kështu që këto dyjat e kemi kryt rahat nëse i përdorëm prizat. Qoftë kjo si shtesë, qoftë ajo e cila është e integruar në shtekun. Edhe është shumë e thjeshtë, nuk i vjen as kabli shtesë. Shumë thjesht
hiqet priza aktuale dhe vendoset një prizë e re e Ajaxit e cila nuk ka nevojë për telen neutral. Sa kushton? Kjo priza e jashtme si shtesë është rreth 60 euro, ndërsa prizat të cilat janë të integrume janë varet nëse po flasim për një 90 euro plus TVSH-ja. Plus TVSH. Granit, kjo çka është? Kjo është një detektor më ndryshe prej detektorave të lëvizjes të cilat kanë një kan të gjerë rreth 90 shkallë. Këto kanë një shiqem sikur quhen edhe vetë emri është i tyre curtain apo perde, vendoset në hapësira të cilat janë prej xhamit deri te një perde apo te një pjesë ka shumë depo apo biznese të cilat lajnë në vitrinat e tyre diçka dhe i pengon detektorit të lëvizjes për me pa një thyrje të caktuar të reklama. Atëherë kjo vendoset në mes të reklamave apo stoqeve të ndryshme dhe dritareve apo dyrëve të klientit në formë prej lartit dhe bëjnë një prerje të lëvizjes. Nëse dikush ndërhyn aty ka lëvizje, atëherë kjo aktivizohet më njëherë. Është kjo që bën foto ajo? Jo, kjo nuk bën. Kjo nuk bën foto. Kjo është vetëm perde, është detektori i lëvizjes dhe i ndërprerjes. Lëvizjet aktivizon sistemin alarm. Sa ka edhe kjo koston? Nuk jam i sigurt për kostën saktë të sajna, mirë po me kemi çmimorën e cila është standarde dhe kuptohet që prodhuesi çdo herë i bën çdo kvartal e dërgon çmimorën e re nëse ka ndryshime apo është me kostot e njëjta. Këto dyja dallojnë apo janë? Kjo është senzori me fotoverifikim, e cila përveç kjo është thashaja me foto. Po, në rastin e detektimit të lëvizjes në brenda objektit të siguruar, kjo bën edhe fotografimin e personit apo keqbërësit që ka hyrë në shtëpi. Ndërsa kjo është kamera, kjo është një kamerë regjistruese, është integruar me veçori të inteligjencës artificiale, i ndan shumë saktë eventet e caktuara, ka një arkiv që mund ta kërkosh shumë lehtë nëse dëshirojmë të kërkojmë arkiven sipas njerëzve, sipas veturave apo edhe sipas kafshëve, mund ta bëjmë me ato veçori, se dhe normalisht është e sigurt, është me siguri kibernetike, nuk është IP, por nuk gjendet në rrjet, nuk mund ta skenon dikush, rrjetën dhe ta gjen këtë kamerë dhe normalisht është një kamerë e fortë, shihet nuk është plastike, por ka veçoritë më të mira dhe është e bukur në fund. Pra nuk gjendet në IP, po flet domthonë nuk mundet dikush nga jashtë t'i ndalë. As nuk mundet me i marrë pamjet që me të shiqun në biznes apo në shtëpi apo kudo qoftë pamjet e tua, sepse ka sigurinë kibernetike. Pra ne kam edhe këto dyja në fakt në dorë. Çka shërbejnë? Këto shërbejnë quhen kontakte magnetike apo senzor të dyrëve dhe dritareve dhe janë për të detektuar hapjen e menjëhershme të dyrëve. Mirë po kjo në ndihmon edhe nëse ne e kemi një derë hapur apo një dritare hapur, në momentin e aktivizimit të alarmit, na pyet sistemi i alarmit nëse po dëshirojmë me vazhdu me pas atë dritare të hapur. E njëjta është edhe versioni Plus, i cili përveç të funksionit të hapjes dhe mbylljes së derës që e tregon, e ka dhe mundësinë me detektu vibrimin dhe me akselerometër që ta tregon saktësisht sa është e hapur dritari apo dera dhe nëse hapet më shumë se aq, ta dërgon sinjalin e alarmit. Çka do të thotë The Rock? The Rock, emri është bërë edhe emri edhe simbolet dhe gjithçka është dizajnuar, ideuar nga disa persona të caktuar të një agjencionit në Kosovë, të cilët me shumë kujdes i kanë përzgjedhur ato, kuptohen bashkëpunim me mua dhe kanë menduar që emri më i mirë
për kompaninë time të sigurimit është The Rock, sepse ndërlidhet edhe me emrin tim Granit The Rock, dhe normalisht siç e kanë quajtur ata, i vjen edhe një mbiemër security, por ne kemi quajtur Smart Security, sepse dëshirojmë të ofrojmë vetëm shërbime smart, shërbime të mençura për qytetarët e Republikës së Kosovës. Granit, përveç sigurimit, a kemi diçka tjetër në këtë pjesën dhe rrë? Po, janë edhe pajisjet e sigurisë, të cilat në shtëpitë apo bizneset i mbrojnë klientët apo të punësuarit. Janë senzorët e tymit, të cilat e detektojnë tymin, e detektojnë temperaturën e cila rritet shpejt, dhe është opcioni edhe detektimi i dioksidit të karbonit në ambientin e punës, në garazh apo diçka të ngjashme. Dhe kuptohet është edhe një pajisje që quhet life quality apo kualiteti i jetës brenda shtëpisë apo brenda zyrës. Është një pajisje me saktësi medikale, e cila e detekton sakt sa është temperatura brenda një ambienti, sa është lagështia në atë ambient dhe sa është dioksidi i karbonit. E këto komponente janë shumë të rëndësishme për shkak se nëse dioksidi i karbonit është i lartë, ajo na afekton në të menduarit tonë. Kemi pa në zyre apo të shtëpia, para se me dash me fillu një punë, thojmë shpesh e lajmë për një ditë tjetër, e la për më vonë. Në shumicën e rasteve kjo është për shkak të sasisë së lartë të dioksidit të karbonit në atë ambient, edhe nëse ne kemi pajisjen e life quality, që i detekton i ka këto 3 senzor të cilat janë shumë të rëndësishme me qenë të trijat në një ambient, atëherë ne e dim çka duhet bëjmë, çka duhet veprojmë, nëse është CO2 i lartë të lëshojmë ventilimin, apo shumë thjesht në mënyra më e lehtë, më e mirë edhe hapja e dritarëve për të ajrosur ai ambient. Pastaj nëse është lagështia e lartë, mundemi me përdor delakshtues. Nëse është lagështia e ulët, të mendojmë diçka të thjeshtë, bëjmë qoftë kuptohet është edhe lagështuesi, apo në mënyrë natyrale mund ta bëjmë një pastrim me pallomat e lakta të ambientit të punës apo vendit ku jemi duke qëndruar, dhe apo me gjoker një pastrim dhe rrit nivelin e lagështisë në atë ambient. Ndërsa për temperaturës po flasim që është më e thjeshta, lëshohet klima apo mund të jetë edhe hapja e dritarës varësisht prej sezonit. Po më duket këti folëm, po mu më ka metë diçka kështu. Çka kjo? Okej. Kjo është një senzor, normalisht e detekton lëvizjen, por ka dhe opcionin e fotoverifikimit, është dhe opcionin tjetër pa fotoverifikim çdo herë. Kjo është për ambientet të jashtme. Kjo nuk i detekton kafshët, nuk i detekton, sepse senzorat e brendshëm nuk i detektojnë kafshët, nëse dëshiron me pas atë veçori, me sensibilitet më të ulët, më të lartë, e kështu me radhë. Edhe kjo e ka gjitha këto mundësi, mirë po nuk ka alarme false nëse lëviz një shpez apo një kafsh. Kjo aktivizohet vetëm me lëvizjen e një personit apo një objekti në hapësirën e siguruar. Dhe në teknologjinë e njëjtë ta dërgon foton për më pak se 9 sekonda në smartphone apo në çadrat tonë të monitoruese. I bën dëm shiu, i bën dëm fryma? E ka një mbrojtje, kuptohet i vjen ajo streha, e ka edhe këtë kapelen, nëse mund ta quaj, e cila e bën një mbrojtje të sajna, dhe është IP54, e cila ka një mbrojtje nga pluhuri dhe një mbrojtje nga veçuj stërpikat e shiut. Gjithë kjo në fakt, prej kësaj kompanije, çka ke mësuar? Unë çdo herë kam pas misionin që pasuria e klientit është e shejt, sepse ne tërë jetën punojmë me shumë mund, për të pasur një pasuri të caktuar, për ta bler çka do të shoh prej gjësendeve me vlerë që i kemi ne në shtëpinë tonë,
Dhe nëse ne nuk jemi të kujdesshëm, nëse ne nuk i kemi instaluar pajisje të mirë, nëse ne nuk i kemi ofruar shërbimin mirë, atëherë tërë ajo pasuri mund t'ju humbet një klienti, një qytetari, dhe me një formë e kemi marrë edhe një pjesë të shpirtit të tyre. Andaj, çdo herë në këtë misionin tim të shërbimit të sigurimit, po ndihem më i përmbushur kur kemi edhe pajisje më të sigurta në treg, kur kemi edhe persona më të përgjithshëm në treg, të cilët po ndërlidhen me misionin tim, po ndërlidhen me misionin e kompanisë The Rock, dhe kur vjen falënderimi i klientit që më falenderoj shumë sepse u lshu alarmi, falenderoj shumë sepse pata dhe ndoshta edhe një siguri kur ishte çështja e zjarrit, sepse senzorat e tymit që thash nuk e detektojnë avullin, por e detektojnë tymin, e kanë teknologjinë smart. I kemi edhe senzorat e ujit që nëse kemi vërshim në shtëpi, edhe ajo siguri është, që të gjitha këto të përbashkëta, gjithë kjo siguria e objektit nga jashtë, po i ndihmon ata të jenë të qetë dhe të kenë një mendje të qetë. Pa gurbeqar në fakt nuk kemi jetë në Kosovë. Kanë shtëpi në Kosovë. Çfarë nivele të sigurimeve ju ofron atyre? Fatmirësisht sistemi i alarmit e ka një përveç sigurisë që ti tregohet të kundërbllokimit dhe sigurisë kibernetike, i kemi edhe detektimin e menjëhershëm të humbjes së energjisë, nuk duhet me prit me orët tona apo me ditë tona për me marrë informatën që është nalë rryma në atë shtëpi, dhe në sistemi alarmit e cila e ka një bateri që ndron me një kohë të caktuar mund të shpenzohet. Gjitha këto informata ne i kemi në kohë reale të menjëhershme dhe mund të intervenojmë nëse kanë të afërt për me rregullu, për të shqyrtuar pse është arsyeja e ndaljes së rrymës, apo dikush ka dashur me ndalë sigurisat për ta bërë një akt keqdashës. Gjithsesi kemi edhe sistemin e alarmit autonom, e cila është edhe me një bateri të madhe për me pas me vite të tëra sistemin e sigurt. Përveç kësajna, unë e kisha ndërlidh përveç gurbeqarve është edhe ata kur janë këto, por edhe për qytetarët e tjerë në shtëpi, i kemi disa nivele të sigurimit. Do të thonë niveli kur s'është askush në shtëpi dhe mbyll dhe tërë shtëpia aktivizohet sistemi i tërësishëm i alarmit, por e kemi edhe sistemin në cilën mund me mënyrë automatike me i nda me kohë të caktuar, me periudha të caktuar, për shembull ora 8, dëshiroj është mbrëmje, dëshiroj me pas sigurimin e perimetrit përmes senzorëve të dyrëve dhe dritareve, që janë me sigurt të brenda, mundet me qenë edhe sistemi që e aktivizohet i alarmit të jashtëm, ku ne dëshirojmë perimetrin e jashtëm, fillimisht ta kemi të sigurt, pastaj perimetrin e brendshëm, dhe pse po qëndrojmë brenda mund të kemi detektorët e dyrëve dhe dritarve, apo detektorët perde të aktivizuar brenda objektit. Dhe niveli më i lartë i sigurimit, nëse dëshirojmë, është në kombinim apo pa kombinim me senzorët e jashtëm, është monitorimi i kamerave të sigurimit në perimetër të objektit, në të cilat monitorohen nga qendra monitoruese. Do thonë, ajo është një, mirë po nëse ajo është një kosto e lartë për qytetarin apo gurbeqarin, atëherë është kjo senzori i jashtit, i cili në momentin e detektimit që ka ndërhyrje në hapësirën e siguruar, menjëherë na dërgon foton dhe ne ndërhyjmë tek klienti me patrullat tona intervenuese. Diçka tjetër për diasporën? Për diasporën, sfundme e kemi bërë një marrëveshje, një bashkëpunim me kompaninë e shërbimit të pagesave IBAS, të cilët ata e kanë një shërbim që në diaspora nëse nga Evropa dërgon para, remitanca në Kosovë, tek të afërmit të tyre, dhe disa janë me moshë, disa për shkak të obligime nuk mund të lëvizin në bankë, atëherë e kanë edhe mundësinë që
t'i marrin parat tërheqin nga shtëpia apo nga vendi i punës dhe këta e mundësojmë i basi përmes kompanisë The Rock, sepse ne jemi të angazhuar që shumat e marra nga kompania iBus i dërgojmë tek klientin në shtëpinë e tyre me një komoditet normal dhe siguri të lartë. Pra në të lajt në të televizioni i shtrit, kom qeve me morë boret. e kanë mundësi të ofrë familjarët e tyre, e na e dim që remitancat janë bukur të larta nga diaspora dhe gjitha këto mund të jenë të sigurta sepse kemi ndëgjuar edhe raste fatkeqësisht që një më shumë ka qenë afër bankomatit dhe ka pas një sulm të rastit nga një keqbërës, andaj këto ne mund t'i menjanojmë, këtë rrezik e bartim ne, parat e tyre të cilat kanë ardhur në Kosovë dhe i marrim dhe i dërgojmë tek shtëpitë e tyre në komoditetin e shtëpisë. Një përqindje? Sa ka një përqindje për marrë shembull? Normalisht kjo është me një kosto, por varësisht për shumës të parave, prej 2,5 € deri në 10 €, 15 € është më e larta. Kështu që ja vlen se 10 € të shkojmë veç taksi. Varet kuptohet në lokacionet ku është. Në fatmirësisht kjo nuk ka ndonjë limit, le thonë vetëm në qytet. Kjo është edhe për fshatra, katune të Kosovës në tërë territorin e Kosovës, pa përjashtë. Faleminderit në fakt që jete ku me qenë pjesë, që na pranove në Zyre dhe Rock. Shpresoj që dhe besoj që kanë marrë informacionet të duhura shikuesi, po ashtu kanë marrë informacione edhe të duhura për pjesën e pajisjeve, për shkak se nuk kam qenë ose si kam ditë kur në atë aspekt, kështu që faleminderit shumë, trujt Zoti bashkë me familje dhe të shkoftë mbarë dhe përgjithësi jeta. Faleminderit shumë, respekt, edhe faleminderit që keni gjetur edhe ju kohën të vini këtu në ambientet e zyrës qendrore të kompanisë The Rock. Ta na pyetni për rreth këtyre dhe ne me shumë pasion, siç e po të besoj, jemi në gjendje të ja u shpjegojmë dhe jo vetëm juve apo në audiencës së juaj, por çdo qytetar i cili është interesuar për një shërbim për nevojat e tyre, ne jemi të gatshëm që të gjitha t'i bëjmë nga e para dhe t'ja shpjegojmë se çka ka nevojë. Ku me gjetë punë, ku me gjetë vetur, ku me gjetë bilet, ku me gjetë banesë. JP.com